angazhuar në aktivitete politike, po me platformën e Lirindjes Demokratike Kombëtare, unë e gjeta vetveten, e gjeta atë që më plotson mua dhe planet tona si kombë. Dëshiroj të ftoj rinin shqiptare, t'i bashkangjitet Rilindjes Demokratike Kombëtare, pasi atë udhëheq një vlerë kombëtare të cilën janë brumzuar sakrifica, intelektualiteti, etika, guximi dhe vizioni. Jam e bindur se ka ardhur koha që secili të marrë fatin e vet në duart e veta, ta shfrytëzoj dhe ta ruaj votën si bebzën e syrit. Vota për Rilindjen Demokratike Kombëtare është investimi i jetës suaj. Prandaj mos e shkoni kohë duke hedhur kudo. Investoni votën tuaj në Rilindjen Demokratike Kombëtare, se aty është garanca, aty është ardhmëria. Zoti e ka bekuar njeriun që ka ardhur sot mbaj tubim në struk. Zoti e ka bekuar mesazhin e shpresës që ai ju sjell qytetarëve të Strugës. Strugan, mbështeteni njeriun e bekuar nga Zoti për të mbrojtur interesat dhe të drejtat e shqiptarëve. Struga ndjehet e poshtruar nga vjedhjet dhe denigrimi që ata që vrahën gjoks në emër të luftës i bën 10 vjet mbas luftës, duke injoruar dhe poshtruar njerëzit të cilët e bën vet luftën. Ne ju themi atyre, të gjithëve që ju mungon guximi, të gjithëve që kanë frikë, mos keni frikë. Ne do të rilindim shpresën tuaj, ne do t'ju japim guximin e nevojshëm për ndryshim. Struga meriton më mirë, Struga mundet shumë më mirë me struganët e saj më të mirë, jo me personat që kanë keqpërdorur deri tani. Në këto 10 vjet, gradualisht janë akumuluar ankesa, vërejtje, dyshime, keqpërdorime dhe afera të shumta. Ne kemi një kohë të gjatë që ankohemi, ne kemi një kohë të gjatë që themi se kështu nuk bën më, ne kemi një kohë të gjatë që themi se personat që i kemi zgjedhur të na përfaqësojnë në të kaluarën i kanë tradhtuar interesat kombëtare dhe i kanë shitur interesat tona për përfitimet e tyre materiale dhe krijimin e privilegjeve të tjera. Vëllezër dhe motra Strugan, po afron dita për t'i dhënë fund keqpërdorimit të kësaj periudhe dhe për të hapur një faqe të re të ndritshme në historinë tonë. Po afron dita e mundësisë sonë për ndryshim. Ky ndryshim duhet të lindë nga ne. Unë shpresoj që ndryshimi ta përfshi edhe Strugën. Ndihem i privilegjuar që kam rasti sot të them se Rilindja Demokratike Kombëtare hyn në skenën politike në Maqedoni me qëllime fisnike për të ndryshuar gjendjen që kanë dhe gjërat që kanë shkuar mbrapsht. Ndërkohë që pala Maqedone ndan pushtetin, shqiptarët ndan nga njëri tjetri. Ndërkohë që pala Maqedone mban pushtetin, pala shqiptare mban turpin e dështimit. Ndërkohë që tjerët ndërtojnë historinë në kurriz tonin, ne na mohohen të drejtat tona, na dhunohet gjua, arsimi dhe kultura. Ndërkohë që ata na përbuzin në sillën sikur ne nuk ekzistojmë fare, ne nuk ditem t'ua dëmshmojmë se ne jemi në tokën tonë, se ky mjerim politik, ekonomik e social, çështja e pasjedhur kombëtare, mos zyrtarizimi gjuhës shqipe, çështja e simbolive tona kombëtare, përbuzja e historisë dhe kulturës sonë, mos zgjidhje me ligje statuset të luftarëve, vrasjet e ish luftarëve, detyrimi i mësimit të gjuhës maqedone, që nga klasa e parë, enciklopedia që fyen popullin tonë, si dhe ndarja e pabarabartë e buxhetit dhe mos investimet në zonat me popullat shqiptare, janë pasojë e politikës të paaft e kapitulluese të subjektit ton shqiptar që kemi në qeveri. Po të ishte për këtë subjekt, sot as Struga jone bukur nuk do të ishte e jona. Rilindja Demokratike Kombëtare është emri që u frymëzuan nga veprimtaria kombëtare e rilindasve tonë. Por edhe është zotimi ynë që të punojmë me përkushtim më të madh
për të zgjidhur çështjen e paszgjidhur të shqiptarëve në Maqedoni. Rinia Demokratike Kombëtare është organizimi ynë politik që për çdo ditë më shumë po bashkon pjesën më progresive të popullit tonë. Ata që kanë kredibilitet moral dhe aftësi e nuk hezitojnë të angazhohen për kauzën shqiptare. Shembulli i profesor Rufi Osmanit na jep moralin, vullnetin e vendosmërinë për të realizuar qëllimet tona. Në radhët e Rilinjës Demokratike Kombëtare janë radhitur njerëzit që kanë autobiografi të vërtet kombëtare, njerëzit që ishin pararoj dhe avangard e mbrojtjes së interesit të kombit, që nga 68-a, 81-shi, 91-shi, 94-a, 97-a, dhe që fuqimisht për krahën kryengriqen e armatosur shqiptare në vitin 2001 dhe që nuk i kërkuan asgjë. Janë radhitur njerëzit e dijes, mendjes së kthilt, njerëzit që kanë dëshmuar se kur ka qenë në pyetje interesi i kombit, kanë vërë kokën aty ku të tjerët nuk e vendojnë këmbën. Këto janë përfaqësuesit e vërtet të kombit shqiptar, janë antarët e RDK-s, janë ato që amanetin tuaj do e bëjnë realitet nëpërmjet votës tuaj. Të nderuar Strugan, keni një rast të veçantë. Tu dërgoni një mesazh të vërtet nëpërmjet votës tuaj njerëzive që sot na flasin ende për historinë e tyre dhe argumentet e tyre. Njerëzive që kanë mungesë të dijes, njerëzive që nuk din të bëjnë projekte dhe nuk din të kushtozojnë qeverinë me projektet shqiptare. Njerëzit që u futën në këtë qeveri pa asnjë kërkesë, pa mbrojt interesin ton në asnjë drejtim. Rikujtoni të gjitha këto gabime dhe pyetni ato. A morën ndonjë ministër, ndonjë drejtor, ndonjë deputet në përgjithësi? Klasë më të papërgjithshme politike nuk kemi pas dhe mos dhash Zoti të kemi as në perspektivë. Flasim për bashkim dhe për unitet. Pikrisht sot e bën të kundërtën. Kishim një ofertë për të nënshkruar së bashku platformën ekonomike të odës ekonomike veri perëndimore dhe pikrisht nuk erdhën të nënshkruajnë as Ali Ahmeti, as Mendu Thaçi. Dhe këtë dëshmuan se ato nuk janë për unitet as në ekonomi, nuk kanë qenë kur as për unitet politik, nuk kanë qenë kur as për unitet kombëtar. Prandaj, nga qyteti i Strugës, që është Piemonti i interesit kombëtar shqiptar, unë u përsëris edhe njerë ofertën tonë që ne të bëhemi bashkë pas këtyre zgjedhjeve, pasi që të marrim mandatin demokratik nga populli shqiptar dhe duke bërë grupin e deputetëve shqiptar në parlamentin e Maqedonisë të bëhemi më të fortë edhe se 91-shi, edhe se 2001-shi dhe në vitin 2011 ne të formojmë qeverinë e Maqedonisë dhe të marrim kryeministrin shqiptar, apo jo? Të nderuar Strugan, është një rast i veçantë që nëpërmjet votës tuaj të lirë të jepni vetëm një shans njerëzive të sakrificës, të dijes, të nderit. Nëpërmjet votës tuaj të lirë, ne do marrim një breng të madhe, një peshë të madhe që të nxjerrim nga Kiqër Sokak, kombin ton dhe vendin ton.